Një parafushat krejt ndryshe, një nivel tjetër e i papar ka nisur në Shqipëri për zgjedhjet e 11 majit. Gjithçka nisi nga një video që drejtuesi i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha publikoi në Facebook, në të cilën në sfond dëgjoi kënga e Unikatilit Ku t'metën shokt, e që Basha vargjit e së njëjtës i pati dedikim për kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, me të cilën ironizoi për arrestimet për korrupsion të antarëve të subjektit të tij, e veçanërisht të parit të Tiranës Erion Veliajt. Basha nuk ndaloi me kaq e pas disa orësh publikoi një video tjetër ku dëgjoi një pjesë tjetër e së njëjtës këngë të Unikatilit, duke ironizuar sërish me arrestimin për korrupsion të Veliajt. Të dy këto video në Facebookin e Bashës kapën 3 milion shikime bashk. Mirë po kjo nuk kaloi pa u vënë re nga kryeministri Edi Rama, që mbrëm me të njëjtën monedhë u përgjigj Bashës. Ai zgjodhi këngën Shtigjet e vërteta të Unikatilit, e vargjët pse nuk po kupton që ti s'mund me ushty me mu, sa herë ke provu çdo herë ke dështu, për t'ju kundërvënë Bashës e në një formë për t'ju rikujtu humbjet e një pasnjëshme që ja ka shkaktuar në zgjedhjet e kaluara. E sigurisht nuk mungoi as reagimi i grupit të Unikatilit TBA që komentua në videon e Ramës. A keni pa ndonjëherë kësi fushate? Më mirë kështu apo si ajo që u bë në Kosovë? Komentoni çfarë mendimi keni.